Në fillim ishte vetëm një zakon i vogël, po thuajse i padukshëm për çdo që kalonte nëpër atë rrugicë të qetë pranë parkut të vjetër të qytetit. Në një lagje të qetë të një qyteti bregdetar evropian, ku ndërtesat e vjetra mbanin ende erën e viteve të shkuara dhe dritaret hapeshin ngadalë çdo mëngjes, jetonte Elena, një grua e re që kishte mësuar herët se jeta rallë të jep atë që meriton. Ajo nuk ishte nga ato njerëz që binin në sy. Ecja e saj ishte e qetë, po thuajse heshtur, dhe veshjet e thjeshta nuk tërhiqnin vëmendje. Punonte në një librari të vogël pranë portit dhe çdo ditë ndiqte të njëjtën rrugë për në shtëpi. Ishte një jetë e rregullt, pa zhurmë, pa surpriza të mëdha. Deri në ditën kur pa për herë të parë burrin e moshuar në stol. Ai ishte ulur gjithmonë në të njëjtin vend. Një pallto e trash gri, një kapele vjetër dhe një bastun që dukej më i lodhur se vetë pronari i tij. Në fillim, Elena e vuri re vetëm si pjesë të peizazhit, si një element të përhershëm të parkut, por një pasdite të ftohtë, kur era e detit po shtynte gjethet mbi trotuar, ajo pa diçka që e ndaloi. Burri po përpiqej të ngrihej dhe nuk po ja dilte. Ishte një moment i vogël, i zakonshëm për shumë njerëz, por për Elenën ai u bë vendimtar. Ajo u afrua pa menduar gjatë. Ju ndihmoj, pyeti butë. Ai ngriti syt ngadalë. Sytë e tij ishin të kthjellët, por të lodhur si të dikujt që kishte parë më shumë se sa kishte dashur. Nëse nuk të prish punë, tha ai. Kjo ishte hera e parë. Ditët që pasuan e kthyen atë moment në rutinë. Elena filloi ta përshëndeste çdo mëngjes. Në fillim vetëm me një tundje koke, pastaj me disa fjalë të shkurtra. Më vonë, pa e kuptuar as vetë, ajo nisi t'i sillte një kafe të ngrohtë nga furra e lagjes. Burri, i cili më në fund u prezantua si Viktor, nuk kërkonte shumë. Në fakt, dukej sikur nuk priste asgjë nga askush. Kjo ishte ajo që e shqetësoi më shumë Elenën. Vetmia e tij nuk ishte dramatike, nuk ishte e zhurmshme. Ishte e heshtur, e rregullt, e pranueshme, dhe pikërisht për këtë arsye dukej më e rëndë. Me kalimin e javëve, ajo mësoi disa gjëra për të. Ai kishte qenë inxhinier. Gruaja i kishte vdekur vite më parë, dhe kishte një nip. Kur përmendte nipin, zëri i tij ndryshonte pak. Jo nga zemërimi, jo nga gëzimi, thjesht bëhej më i mbyllur, si një derë që nuk hapej plotësisht. Elena nuk pyeti shumë. Ajo kishte mësuar se njerëzit tregojnë aq sa janë gati të tregojnë. Por një gjë ishte e qartë. Nipi nuk ishte aty. Muajt kaluan. Dimri erdhi me shi të dendur dhe erë të ftohtë që përplase në dritaret e vjetra të qytetit. Dhe megjithatë, Elena vazhdonte ta gjente Viktorin çdo ditë. Ndonjëherë në stol, ndonjëherë pranë hyrjes së pallatit të tij të vjetër. Dalë ngadalë, ndihma e saj u bë më e madhe. Filloi t'i bënte pazarin, pastaj t'i sillte ilaçet. Më vonë të pastronte pak shtëpinë. Apartamenti i Viktorit ishte i madh, por i lodhur nga koha. Mobiljet e rënda prej druri, fotografit bardhe zi në mure dhe perdet e trasha që nuk hapeshin shpesh tregonin për një jetë që kishte qenë dikur plot zëra. Tani ishte pothuajse bosh. Në fillim Viktor nguronte. Nuk e pse lodhesh kaq shumë për mua, i kishte thënë një herë, por Elena vetëm buzëqeshi lehtë. Nuk është lodhje, u përgjigja ajo. Dhe ishte e vërtetë, sepse për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndjente se po bënte diçka që kishte kuptim. Pranvera erdhi ngadalë, me të erdhën edhe ndryshimet. Viktori filloi të mbështetej gjithnjë më shumë tek ajo. Nuk ishte kërkesë drejt për drejt. Ai nuk ishte nga ata njerëz. Por mënyra si e priste çdo pasdite, mënyra si syt i ndizeshin pak kur ajo hynte në derë gjithçka fliste vetë. Elena u bë pjesë e përditshmërisë së tij. Dhe pikërisht atëherë, kur gjithçka dukej e qetë dhe e qëndrueshme, ndodhi ajo që askush nuk e kishte parashikuar. Ishte një mëngjes i zakonshëm. Qielli ishte gri zbehtë dhe ajri mbante ende freskinë e natës. Elena po ngjiste shkallët e pallatit me një qese ushqimesh në dorë, kur dëgjoi zëra nga kati i tretë. Zëra të panjohur, të ftohtë, profesional. Kur arriti te dera e Viktorit, ajo ishte gjysmë e hapur, dhe brenda gjithçka kishte ndryshuar. Në mes të sallonit qëndronin dy burra me kostumet e errta dhe një burr më i ri, me qëndrim të ngrirë dhe sy të mprehtë që lëviznin me vlerësim rreth e rrotull, sikur po inspektonte një pronë të harruar. Viktori ishte ulur në koltukun e tij, më i heshtur se zakonisht.
Sytë e tij u kthyen menjëherë nga Elena kur ajo hyri. Dhe për herë të parë që nga dita kur ishi njohur, ajo pa diçka të rëndë në shikimin e tij. Nipi kishte ardhur, ai quhej Adrian. Dhe nga momenti i parë, Elena e kuptoi se ai nuk ishte aty për vizitë. Prania e tij ishte e prerë, e organizuar, e ftohtë në një mënyrë që nuk linte vend për keqkuptime. Kostumi i shtrenjtë, ora e rëndë në dorë dhe mënyra si fliste me avokatët pranë tij tregonin qartë se ai ishte mësuar të merrte atë që donte. Kur sytë e tij u ndalën mbi Elenën, vështrimi ishte i shpejtë dhe vlerësues. Dhe kjo është? Pyeti ai. Zëri nuk ishte i ashpër. Ishte më keq se kaq. Ishte indiferent. Viktori u përpoq të fliste. Elena më ndihmon çdo ditë. Një pauzë e shkurtër. Adriani ngriti vetullën lehtë. Sa bujare. Diçka në mënyrën si e tha fjalën e bëri ajrin më të rënd. Ditët që pasuan nuk ishin më të njëjtat. Avokatët filluan të vinin shpesh. Dokumente u vendosën mbi tavolinën e rënd të sallonit. Bisedat ndaleshin sa herë që Elena hynte në dhomë. Dhe më keqja nga të gjitha, Viktor dukej gjithnjë më i tërhequr, sikur diçka po i rrëshiste nga duart. Një pasdite, ndërsa ajo po sistemonte ilaçet, ai foli më në fund me një zë të ulët. Gjërat mund të ndryshojnë së shpejti. Elena ndjeu një ftohtësi të lehtë në stomak. Në çfarë kuptimi? Viktori nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm shikoi drejt dritares së mbyllur. Kur njerëzit kthehen për arsye që nuk kanë lidhje me kujdesin zakonisht nuk sjellin paqe. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse 3 ditë më vonë gjithçka shpërtheu. Ishte një mëngjes i zymt kur Elena mbërriti dhe gjeti derën hapur plotësisht. Brenda, atmosfera ishte e tensionuar si para një stuhje. Adriani ishte aty. Avokatët gjithashtu. Dhe mbi tavolinë një dosje e trash. Kur ajo hyri, askush nuk buzëqeshi. Adriani foli i pari. Mendoj se është koha të sqarojmë disa gjëra. Zëri i tij ishte i qetë, por prerës. Gjyshi im do të marrë kujdes profesional nga tani e tutje. Fjalët ranë rënd në dhomë. Elena ndjeu sikur toka ju zhvendos pak nën këmbë. Viktori nuk foli. Dhe pikërisht kjo heshtje ishte ajo që e trembi më shumë. Por surpriza e vërtet nuk kishte ardhur ende. Sepse brenda asaj dosjeje ishte diçka që do të ndryshonte jetën e të gjithëve. Dhe Elena ende nuk e dinte se ndihma e saj e përditshme kishte ndezur një zinxhir ngjarjesh që nuk mund të ndaleshin më. Dosja mbi tavolinë nuk ishte thjesht një grumbull letrash. Ajo dukej si një kufi i padukshëm midis së shkuarës së qetë dhe diçka e shumë më të rëndë që po afrohej. Ajri në dhomë ishte trashur nga heshtja. Dhe Elena e ndjeu instinktivisht se çdo fjalë që do të thuhej në ato minuta do të kishte pasoja të gjata. Adriani nuk u ngut. Ai ishte nga ata njerëz që e shijojnë kontrollin e momentit. Lëvizi dosjen ngadalë drejt vetes. Hapi kapakun me kujdes të tepërt dhe nxori disa dokumente të stampuara. Avokatët pranë tij qëndronin të ngrirë, si pjesë e një skene të provuar shumë herë. Viktori nuk po i shikonte. Sytë e tij ishin fiksuar diku përtej dritares, sikur qyteti jashtë ishte më i lehtë për të përballuar se sa ajo që po ndodhte brenda. Elena, tha më në fund Adriani, duke përdorur emrin e saj për herë të parë. Besoj se e kupton që situata ka dalë jashtë asaj që mund të quhet ndihmë e thjeshtë. Toni ishte i butë në sipërfaqe, por nën të fshihej një akuzë e pastër. Elena nuk u tërhoq. Unë vetëm e kam ndihmuar, tha ajo qetë. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padukshme, kaloi në fytyrën e Adrianit. Nuk ishte buzëqeshje mirënjohjeje. Ishte ajo lloj buzëqeshjeje që përdoret kur dikush mendon se e ka situatën plotësisht nën kontroll. Kjo është pikërisht ajo që do të verifikohet. Fjala verifikohet rarënd. Ajo që pasoi nuk ishte një përplasje e zhurmshme. Ishte më ftohtë se kaq, një proces i ngadalt, metodik, që filloi të ndryshonte ritmin e jetës së përditshme. Brenda pak ditësh, në apartament filloi të vinte një infermiere private. Pastaj një kujdestar. Më pas një firmë menaxhimi që merrej me financat e Viktorit. Çdo hap dukej i arsyeshëm në letër. Por për Elenën diçka nuk përputhej. Sepse sa më shumë kujdes profesional shtohej, aq më shumë Viktor dukej sikur po zbehej brenda shtëpisë së tij. Ai fliste më pak, qëndronte më gjatë në heshtje. Dhe mbi të gjitha, nuk ishte më vetëm me të. Gjithmonë ishte dikush tjetër në dhomë. Gjithmonë një sy që vëzhgonte.
Një pasdite me shi të imët, Elena arriti ta gjente vetëm për pak minuta. Kujdestari kishte zbritur për të marrë një telefonat dhe për herë të parë pas ditësh, dhoma ishte sërish e qetë. Viktori e pa drejt në sy. Mos u trem nga ajo që po ndodh, tha ai ngadalë, por zëri i tij nuk ishte qetësi. Elena u afrua një hap më pranë. Po përpiqen të largoj nga mua? Një pauzë, pastaj një frymarrje e thellë nga ana e tij. Po përpiqen të marrin kontrollin përpara se të jetë vonë. Fjalët e tij i qëndruan në mendje gjatë gjithë natës. Sepse për herë të parë, ajo kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një histori kujdesi familjar. Kjo ishte një garë me kohën. 2 javë më vonë erdhi goditja e parë e hapur. Elena u ndal te dera e apartamentit dhe pa një zarf të bardhë të futur poshtë pragut. Nuk ishte diçka e zakonshme. Letra ishte zyrtare, e rëndë në dorë. Kur e hapi, gishtat ju ftohen. Ishte një njoftim ligjor. Gjuha ishte formale, e ftohtë, e mbushur me terma që nuk linin vend për emocione. Por thelbi ishte i qartë. Prania e saj po konsiderohej ndikimi papërshtatshëm mbi një të moshuar vulnerabël. Elena qëndroi gjatë pa lëvizur. Nuk ishte vetëm një paralajmërim. Ishte një hap i parë për ta larguar plotësisht. Kur Adriani u shfaq sërish në apartament, ai nuk bëri sken. Njerëz si ai rrallë bëjnë. Ai u mbështet lehtë në pjesën e pasme të karriges dhe e pa Elenën me një qetësi që dukej e stërvitur. Nuk kam asgjë personale me ty, tha ai. Kjo ishte fjalia që zakonisht paraprin diçka shumë personale. Por gjyshi im ka nevojë për strukturë, për mbrojtje ligjore, për njerëz të kualifikuar. Ai la një pauzë të shkurtër, jo për lidhje emocionale që mund të komplikojnë gjërat. Këtë herë Elena ndjeu diçka të lëvizte brenda saj, jo frikë, zemërim të qetë, sepse për herë të parë ajo e kuptoi qartë. Ai nuk ishte kthyer për gjyshin, ai ishte kthyer për diçka tjetër. E vërteta filloi të dalë në sipërfaqe gradualisht, si një fotografi që shfaqet ngadalë në letër të lagur. Në një nga vizitat e rralla kur arriti të fliste më gjatë me Viktorin, ai më në fund e tha atë që kishte mbajtur brenda. Apartamenti, investimet e vjetra, një fond i harruar që kishte marrë vlerë të madhe me kalimin e viteve, dhe mbi të gjitha një testament që nuk ishte përditësuar prej kohësh. Adriani mendon se kam humbur gjykimin, tha Viktor me zë të lodhur. Elena ndjeu një therrje të ftohtë. E ke humbur? Për herë të parë pas shumë ditësh, një hije buzëqeshje e kaloi në fytyrën e tij. Jo aq sa mendojnë, por loja tashmë kishte hyrë në fazën e rrezikshme. Sepse një mëngjes, Elena erdhi dhe gjeti diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Dera e apartamentit ishte e kyçur. Dhe emri i saj nuk ishte më në listën e personave të lejuar për hyrje. Ajo që nuk dinte ende ishte se brenda, Viktori kishte marrë një vendim të heshtur. Një vendim që do ta kthente situatën përmbys. Por për ta bërë këtë duhej kohë. Dhe koha po ngushtohej. Dera e mbyllur ishte goditja më e fortë deri atëherë. Elena qëndroi për disa sekonda në korridorin e ftohtë të pallatit, me qesen e vogël në dorë. Si kur trupi i saj refuzonte ta pranonte atë që syt po shihnin. Emri i saj nuk ishte më në listën e hyrjes. Nuk ishte asnjë shënim, asnjë sqarim, vetëm një vije pastër administrative që e fshinte nga përditshmëria e atij apartamenti. Ishte një lëvizje e pastër, e planifikuar, e ftohtë, dhe për herë të parë që nga dita kur kishte ndihmuar Viktorin të ngrihej nga stoli, Elena ndjeu se ndoshta kjo histori nuk ishte qenë kurrë aq e thjeshtë sa dukej. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Pa vizitat e saj të përditshme, orët filluan të zgjasnin më shumë. Libraria ku punonte ju duk më e zhurmshme se zakonisht, ndërsa shtëpia e saj, më e zbrazët. Ajo nuk ishte nga ata njerëz që krijonin lidhje shpejt, por kur e bënte, nuk i linte lehtë. Megjithatë, nuk veproi menjëherë. Elena ishte mësuar të vëzhgonte përpara se të lëvizte. Dhe diçka në gjitha të situatë nuk i jepte qetësi. Sepse nëse Adriani ishte kaq i sigurt në kontrollin e tij, pse po nxitonte kaq shumë? Përgjigjja erdhi papritur. Një mbrëmje me erë të fortë nga deti, ndërsa Elena po mbyllte librarin, telefoni i saj ra. Numri ishte i panjohur. Ajo mendua një moment para se të përgjigjej. Përshëndetje? Pauzë. Pastaj një zë i ulët, i njohur.
Elena jam unë. Zemra ju shtrëngua. Ishte Viktor. Zëri I tij ishte më I dobët se zakonisht, por mendja e kthjellë. Mos fol gjatë, vazhdoi ai shpejt. Nuk kam shumë kohë pa u vënë re. Ajri rreth saj u ftoh menjëherë. Çfarë po ndodh? Pyeti ajo. Një frymëmarrje e thellë nga ana tjetër e linjës. Ata po përpiqen të më shpallin të paaft ligjërisht. Fjalët ranë sigur. Tani gjithçka mori kuptim. Avokatë, kontrolli mbi financat, infermierët që raportonin çdo detaj. Nuk ishte thjesht kujdes, ishte përgatitje. Nëse Viktori shpallej I paaft për të marrë vendime, kontrolli mbi pasurinë e tij do të kalonte automatikisht te kujdestari ligjor. Dhe sipas gjithçkaje që Elena kishte parë, ai kujdestar do të ishte Adriani. Duhet të dëgjosh me kujdes, tha Viktor. Zëri I tij tani kishte një vendosmëri të qetë që ajo nuk e kishte dëgjuar më parë. Në sirtarin e tretë të komodinës time ka një zarf të kaltër. Brenda është një kopje e testamentit tim të fundit. Elena ndaloi frymën. Unë ndryshova para një viti, vazhdoi ai. Dhe Adriani nuk e di. Ajo natë shënoi kthesën e vërtet. Elena nuk ishte juriste. Nuk ishte pjesë e familjes. Në letër, ajo ishte thjesht një huaj që kishte ndihmuar një të moshuar. Por tani ajo mbante në dorë diçka që mund të prishte gjithë planin. Problemi ishte si të arrinte deri te ai zarf. Rasti erdhi më shpejt se sa priste. 2 ditë më vonë, në ndërtesë u përhap lajmi se Viktor do të dërgohej për një vlerësim mjekësor zyrtar. Hapi I fundit përpara procesit të paftësisë ligjore. Gjithçka po përshpejtohej. Shumë shpejt. Elena e kuptoi se nëse nuk vepronte tani, dritarja do të mbyllej përgjithmonë. Mëngjesin e vlerësimit, pallati ishte në një lëvizje të pazakontë. Kujdestari ishte I zënë në hyrje me dokumentet e transportit mjekësor. Infermierja po fliste në telefon në korridor. Ishte një moment I vogël, por I mjaftueshëm. Elena hyri. Jo me dram, jo me zhurmë, me qetësinë e dikujt që e di saktësisht çfarë kërkon. Apartamenti ishte pothuajse bosh për herë të parë pas javësh. Ajo shkoi drejt komodinës. Sirtari I tretë. Duart ju ftohën pak ndërsa e hapi. Dhe aty ishte zarfi I kaltër. Kur avokatët u mblodhen një javë më vonë për seancën paraprake, Adriani hyri me të njëjtën vetbesim të kontrolluar që kishte pasur që në fillim. Gjithçka dukej në vend. Deri në momentin kur avokati I pavarur I kontaktuar fshehurazi nga Viktor, vendosi zarfin mbi tavolinë. Atmosfera ndryshoi menjëherë. Dokumenti brenda ishte I qartë, I noterizuar, ligjërisht I vlefshëm. Testamenti I fundit I Viktorit nuk ja linte kontrollin e plot nipit. Ai krijonte një fond të mbikëqyrur. Dhe më e papritura nga të gjitha, Elena ishte emëruar si mbikëqyrëse jashtme e kujdesit të tij personal. Për herë të parë, fytyra e Adrianit u kris. Jo shumë, por mjaftueshëm që të dukej, sepse loja që ai mendonte se ishte mbyllur sapo ishte hapur përsëri. Muajt që pasuan nuk ishin të lehtë. Proceset ligjore u zgjatën. Raportet mjekësore u shërtuan me kujdes. Por një gjë u bë e qartë. Viktori nuk ishte I paaftë. Dhe përpjekja për ta izoluar kishte ngritur më shumë pikpyetje se sa siguri. Në fund jeta nuk u kthye në përrall. As nuk u bë e përkryer. Por një pasdite të qetë pranë të njëjtit park ku gjithçka kishte filluar, Viktor ul sërish në stol. Elena ishte pranë tij, me një kafe të ngrohtë në dorë, si në fillim. Qyteti vazhdonte jetën e vet përreth tyre. I qetë, I zakonshëm, por kësaj here heshtja mes tyre nuk ishte e rëndë. Ishte e sigurt, sepse ndonjëherë ndryshimi më I madh nuk vjen nga ata që bëjnë zhurmë, por nga ata që thjesht nuk largohen kur bëhet e vështirë.